أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد falëndrimi takon Allahu subhanahu wa taala, paqja mëshira Allahut, lutjet më të mira qofshin mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët kanë ndjekin dhe do të vazhdojnë të ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Dhe të nderuar, të gjithë e dini se, me thonë, nga sonte jemi në 10 e fundit të këtij muaji dhe është pjesa ku fillojnë ditët më të mira të muajit dhe ku fillojnë netët më të mira të muajit. Jo vetëm kaq, po këto 10 net të fundit janë netët më të mira të cilët i ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Kur flasim për ditët më të mira janë ditët e Dhulhijhes, ndërsa netët më të mira janë netët e 10 të fundit të Ramazanit. Padyshim se si çdo Ramazan ne paraprakisht e këshillojmë veten, i flasim vetes, i premtojmë vetes se këtë Ramazan do të bëjmë dhe do të bëjmë dhe do të bëjmë, por ja fatkeqësisht shpesh herë, inshallah jo gjithherë, dështojmë dhe nuk mund të realizojmë atë premtimin të cilin ja kena dhënë vetes, por elhamdulillah Allah subhanahu wa taala na dha jetë, na nderoi nga shumë krijesa të cilët nuk patën mundësi që ta arrijen Ramazanin, po edhe nga krijesat tjera të cilët nuk patën mundësi që ta arrijnë këtë 10 të fundit. E lutem Allah subhanahu wa taala siç na ka mundsuar që ta arrijmë këtë 10 na mundsojnë që ta arrijmë edhe shpërblimin e natës së Kadrit, ashtu siç është i kënaqur Allah subhanahu wa taala me neve. Dhe të nderuar, nuk duhet të ndalem tek ajo që çka është nata e Kadrit, si është nata e Kadrit, kështu me radhë, se e di se të gjithë e dini, po ndoshta do të flitet edhe ndonjë natë më vonë, por dietarët kur flasin për vepra, që unë do të flas tash për një vepër, se unë të vesh për një vepër e cila na mundson neve me e kap natën e Kadrit. Na mundson neve me shfrytzu natën e Kadrit, vetëm një vepër. Kush e bën, me lejen Allah subhanahu wa taala e garantoj se e ka arritur natën e Kadrit. Dietarët kur flasin për vepra, ka vepra të cilët janë vepra në veten e tyre dhe ka vepra të cilat bin vepra. Dhe këto të dytat janë më të rëndësishme se sa të parat në arritjen e suksesit të njeriut. Çfarë do të them? Në qoftë se na bëjmë dhikr, ka dobi dhikri, po nga dhikri ne fitojmë shpërblimin, zbutjen e zemrës. Dhe në përgjithësi, nga pasi e bëjmë dhikrin pas namazit, nuk na bie ndonjë vepër tjetër. Ose kur bëjmë dua, ne bëjmë dua, por pasi përfundojmë pi duas, nuk na bie ndonjë vepër tjetër. Ndërsa ka disa vepra të cilat nëse i bën ato vepra, kanë me të pru vepra tjera të mira. E ndër këta të cilët e kam përmend dietarët, është llogaritja e vetes. Llogaritja e vetes. Neve na ka kriju Allah subhanahu wa taala si krijesa, na ka kriju krijesa të cilat gabojnë, por ja ka dhënë mundësinë e pendimit. Na ka bë krijesa të cilët i shkelin kufijt, por ja ka lënë hapur rrugën dhe mundësinë e kthimit. Nuk të nal kush, nëse e kalon dikon një kufi të zezë, nëse do mu kthy, ke prap problem mu kthy. Tek Allah subhanahu wa taala nuk dënon edhe të shef se kalon zezë dhe gëzohet me ty kur kthehesh aty ku e ke vendin. Andaj vëllezër, si krijesat të cilët gabojmë, mënyra më e mirë e ngritjes të nivelit ton dhe realizimit të qëllimit ton me të cilën na ka porositur Allahu subhanahu wa taala dhe na ka dëshmuar se është rrugë e suksesit, është llogaritja e vetes.
Këto të cilët kajnë kompani, të gjithë bojnë llogari. E kajnë atë llogarinë mujore, e kajnë atë vjetore, sa është ajo, është apshtu, sa shka është, si i thojnë asaj. Në fund, çka duhesh mi mbyll, me pa shka kom bo, ku kom rrit, sa jom borë, sa kom thy, sa më kanë met, sa s'kanë met, paguj tatimin, e paguj këshaf, në fund del një llogari. E ka llogarinë pas çdo tenderi ose pas çdo projekti të cilin e merr, ka një llogari. Ai i cili është në shkollë, ka një llogari ku kam rrit me nxënësat, ai i cili punon në taksi, në autobus, pa marrë parasysh, çdo kush ka një farë llogarie kur e din. Edhe këto shka punojnë si punëtor, e ka llogarinë, i kom bo kaq orë, pi kaq orëve, më takojnë kaq pagesë. Kaq duhet me pagu banesën, edhe kaq mjesin. Tamam, cila është hera e fundit, kur ne kina llogarit veten tonë, çka kena arrit gjatë vitit, çka arrisim gjatë javës, çka arrisim gjatë ditës, ku jena? Andaj, ka në hadithin e Shaddad ibn Aus, që e pitin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka thënë, ja Rasulullah, i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeriu i mençur është ai cili e llogarit veten e tij. Dhe është ai njeri i cili nuk rrin me shpresat pa baza, hajtë se Allah fal, hajtë se Allah. Ka në transmetim tjetër një person e pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, cili është muslimani më i mirë? Thot, muslimani më i mirë është ai cili e ka edukatën më të mirë, ka moralin më të mirë, ka jep shembull të një besimtari. Kur e shef dikush i kujtohet Allahu, i kujtohet sjellja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i kujtohet mirësia dhe butësia dhe dashamirësia që ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe për këtë thënë dietarët ehlu sunneti janë njerëzit më të vendosën të vërtetën dhe arhamun nasi bil khalq, janë njerëzit më të mëshirshëm me krijesat. Pra më i miri musliman është ai i cili e ka edukatën më të mirë. Pastaj thot, e pyetin, ja Rasulullah, cili është muslimani më i mençur? Thot, muslimani më i mençur është ai i cili i llogarit veprat e veta. Del Omeri një ditë dhe ju drejtohet njerëzve dhe ju thot, o ju njerëz, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Thot, o ju njerëz, llogaritni veprat tuaja, qitnja kalemin vetes, para se dilni para peshojës supreme ku Allah subhanahu wa taala ju bën llogarin. Dhe matni veprat tuaja para se t'ju vendosen në peshojën në ditën e gjykimit. Thonë të Ibn Qayyimi, prej arsyeve të cilat e shpëtojnë njeriun nga dënimi i varrit. E themi këtu nga dënimi i varrit, vëllezër, dhe ky është shpëtimi më të tjeshëm për atë Uthmani radiallahu anhu, kur u përmendte xheneti, xhenemi, ahireti nuk qante. Kur u përmendte varri, qante shumë. I thëshin, o Uthman, po ti s'po qan për xhehenem, ti s'po qan kur ke me dal para Allahut, ti s'po qan për urën e siratit, po qan për varr. Tha Uthmani, e kom dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që ka thonë se varri është stacioni i parë i stacioneve të ahiretit. Qëse këtë stacion e kalon në rregull dhe të bëhet bafqe pi bafqeve të xhenetit, pastaj e ken rregull më tutje. Andaj, vëllezër të nderuar, dul Omeri një ditë, ky që i këshilloi muslimanët, dhe ecste mas namazit të jacis dhe shkoj, duke si ishte namazi jacis, shkoj në bahçen e tij, unis, dhe mendonte se si ishte kërkush me ta. Enes bin Maliku i shkonte nga pas, nuk e ke vrejti, dhe i ka dëgju të i thani Ihin ibn al-Khattab. O ibni i biri i Khattabit, të i ka për qëllim vetën e vetë. Khalife e bo, Mashallah, khalife i muslimanve, ke arrit të, po.
Wallahi Omer, ose keme pas frikë Allah, ose keme dënu Allah. E llogarit të veten. Thuhet në një rast, thot Omeri, thot me ditë se Allah subhanahu wa ta'ala thot të gjithë njerëzit në sipërfaqen e tokës janë të falur përveç njanit. Thot wallahi kisha mendu se unë jam ai. Na kur flitet për njerëz të mirë me shoqërinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, gjithë e llogarisim se na kena me qenë atje. Kur flasim për njerëz të këqij, të gjithë kena gishta të drejtuar tek të tjerët. A e dini pse vëllezër? Sa ato njerëz të cilët nuk kanë kohë ta llogarisin veten e vet, kanë humbur kohën të llogarit veprat e të tjerëve. Dhe për veprat e tij do t'i pyes Allahu, ndërsa për veprat e tjerëve nuk do t'a pyes. Andaj prej betimeve më të gjata në Kur'an dhe më të frikshme në Kur'an, pas të cilit ka ardhur një përgjigje nga Allah subhanahu wa ta'ala, është betimi në suratu Shams. Ku thot Allah subhanahu wa ta'ala wa shamsi wa duhaha, me thonë deri në fund, i ka 11 betime, 11 herë bën Allah subhanahu wa ta'ala be. Dhe një për arabijeve, një për beduinve, në një ajet Kur'anit e ka dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ose e ka dëgju dikon tu e lexu këtë ajet ku ka thonë që se zgaboj është ajeti dhe pasha Zotin, kjo është e vërtet, ashtu si flit një ju, për Kur'anin e ka pas për qëllim, ai arabiu kur e dëgjon këtë, thot Zoti, tu bo be, kush e ka idhnu Allahun që është dasht mi bo be njerëzve, se thu se ato nuk për i besojnë. Kush e ka hidhnu, men aghdab al khaliq, kush e hidhnoj krijuesin që e kanë e kanë qu me bo be në Kur'an. Në këtë rast në suretu Shams, Allah subhanahu wa taala 11 herë ka bo be njëna mas tjetrës. Veç betohet në krijesat e tij që kjo e lejohet vetëm Allah subhanahu wa taala, dhe pastaj thot qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ka shpëtu ai i cili e ka pastru veten e tij, dhe ka dështu ai i cili e ka nënshmu dhe ka nëpërkëm veten e tij. Kur vjen fjala qad aflaha, e keni dëgjuar në zan. Për gjithë fjalëve në gjuhën arabe, në zan thuhet hayal al falah. Hayal al salah, pastaj hayal al falah. Në kamet njëjtë. A e keni menduar ndonjëherë pse? Pse kjo fjala? Pak ka fjalë në gjuhën arabe, hayal al najah, hayal al saada, hayal al raha, hajde në shpëtim, hajde në qetësi, hajde në rahati, hajde në adhurim, hajde në përkulje, hajde në qiyam, hajde në... Ka fjalë tjera, pse kjo fjalë është përmend? Dhe pse Allah subhanahu wa taala të njëjtën fjalë e ka përmend mas 11 betimeve ku ka të bëjë me çështjen kryesore e cila do t'i shpëton apo do t'i dështon njerëzit, që është përmirësimi i vetes së tij? Përgjigja është, si thonë dietarët, është se qad aflaha, ose kur vjen falah, do me thonë arritja e çdo sendit të mirë të cilën e synon një njeri, dhe largimi i çdo sendit të keq e cila mund t'i bën dëm këtij njeri apo nuk ka dëshirë që ta ketë ky njeri. Andaj vëllezër, që të mos zgjatet shumë, se tash është edhe vjeçi i fundit, domethënë edhe duaja merr kohë. Inshallah do ta vazhdojmë edhe nesër, se ka hala për të folur për këtë. Por shkojmë në shtëpi. Çdo kush për neve ta merr një fletore. Se nëse kena problemin se nuk ulena me vetin, ne kena një problem tjetër. Ne kena se na vjen marrë me ul me vetin. Edhe kena një problem tjetër, se ne mendojmë me në anashkalimin e vetit, do të tejkalojmë problemin. Jo wallahi, çdo ditë që ne vonojmë llogaritjen tonë, jena një hap më poshtë në pozitën tonë para Allah subhanahu wa taala. Andaj çdo kush që shkon në shtëpi, ta pyes veten tëm, çka kam bënë sot? Çka kam realizuar sot? Sa gjunahe i kam, sa sevape i kam bë?
dhe ta shef njerë pasqyr vetën e vetë, del para pasqyr e fundit. Qëndro 1 minutë, qëndro 2 minuta. Sufjan Thauri me Fudejl ibn Iyadin takohen një ditë. Të dy njerëz të dalluar në adhurim, nuk din cili është ma musliman i mirë për tyne. Ky i dalluar në adhurim, Sufjan Thauri ma, ky tjetri Abidul Haramin, adhuruesi i dy haremeve. Ja e përkujton njëri tjetrin për ditën kur do të dalin para Allahut, fillojnë qajnë të dy. Dhe Fudejl ibn Iyadi thot, mirë për mu. Sufjani i thot, Fudejl, pse mirë për ty, çka ndodhi? A nuk është për adhurimeve të Allahut me dalë lët nga friga Allahut subhanahu wa taala, nga respekti, nga turpin dhe Allahut subhanahu wa taala? Shikoj që i thot Fudejl me këtë përfundoi vëllezër. O Sufjan, asë mpave ti tu qajt për Allahun? Asë mpave ti se une mdullën latë për Allahun? Si me dalë une për Allahut me këtë vepër? Kush më garanton se une kom veç për Allahun? La ilaha illallah. Atin shka i thot Sufjani, më zgjove o Fudejl. Më zgjove o Fudejl se kom menu, se kom logaritu në vetën time në kësi detaje të dvogla. Lusë Allah subhanahu wa ta'ala na vedison neve si besimtar. Na mundson që të kohën të cilën e ndajmë që të merrena me tjerë, të merrena me veten. Wallahi kush merret me tjerë s'ka kohë më marr me veten. S'ka mundësi. Si del koha, merru me këtë, kur do më marr me veten. Dhe del para Allah subhanahu wa taala dhe të libri të jepet ty. Gjithkush do ta mbahen librin e vet. Lusë Allah subhanahu wa ta'ala si në ka mundësu takomi këtu, takomi gjennetet e lartët të ti, wa akhiru dawana, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala Muhammedi wa ala Muhammed.